Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në ekranin e Report TV ku ditën e sotme do të sjellim në fakt dy raste urgjente, do të flasim për dy të rinj të cilët kanë humbur kontaktet me familjen e tyre dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e tyre. Do të jemi në kërkim të Kastriot Bastirit, një 30 vjeçar nga Tirana që regjia do na ndihmojë menjëherë me pasaportën e Kastriotit, i cili ka shkëputur çdo lloj kontakti me familjen në datën 5 mars të këtij viti nga Gjermania. Na e ti, zonja Merita, ndodhet me mua në studio dhe unë menjëherë dua ta përshëndes. Përshëndetje Merita dhe mirë se erdhe. Faleminderit. E shikoj që je shumë e shqetësuar. Shumë. Dhe të besoj. Po bëjmë 3 javë që nuk flas me djalin. Ishim shumë mirë, merrte në telefon. Më tha mami, sa të marrë ogon e parë, isha mami bënte komentet, punonte pa letra. Ishte në mënyrë ilegale, le të themi në këtë me vend. të zezë. Por ti je me mua sot në studio, do qëndrojmë bashkë për minuta të tëra dhe unë do të pyes për djalin, për Kastriotin, uroj që ai të jetë mirë. Inshallah, zot, nuk e di. Mos ka ndodhur asgjë e keqe me të dhe ta uroj me zemër të lidhesh sa më shpejt. Para një viti unë e kisha shumë të smur, e kisha të shtruar te pesa. Pse djali Ishte kaluar një depresion. Po. Tash më thanë që atje ke puna, ai ishte zi me një shok atje që punonin. Ai ishte gjerman, nuk e di, është mërzit shumë kjo që janë zi. Edhe hiku, i kishte kërkuar 250 euro pronarit, edhe hiku dhe që atë dite, ne s'kemi marrësh. Në orën 7 të mëngjesit të nesmen, mori djalin, që nuk na merrte asnjëherë në orën 7 neve ai. Kishte marrë djalin tjetër, po djali e kuptovi që ai ishte i smur. E kuptovi se nuk fliste, nuk e di se si i ra telefonit, që atë dite vetëm zhurmë makinash, një gjonja tha, i thashta, ke do një shok aty? Nuk jepte përgjigje fare. Por ne do të jemi bashkë, do flasim për historinë e Kastriotit, uroj që të arrim sa më shpejt në gjurmët e tij, por e dashur Merita do të kërkoj ndje sepse emisioni sot do ta ndaj në mënyrë të barabartë dhe me një tjetër të ri të humbur, edhe ai fatkeqësisht ka humbur kontaktet me familjen prej marsit të vitit 2023, bëhet fjalë për Emra Liçon nga Berati, 23 vjeçar i cili ka shkëputur kontaktet me familjen e tij nga Zvicra. Dhe nga Gjeneva e Zvicrës, regjia na ka ndihmuar me foton e 23 vjeçari, do t'jetë motra e tij Klea Liço me mua në këtë transmetim, e cila ka bërë denoncimin për humbjen e të vllajt. Por fillimisht dua ta nis programin me një video e cila kam bërritur në numrin e redaksisë e emisionit Pa Gjurmë, ku një qytetare nga Elbasani ka gjetur një të moshuar në situatë rruge të dashur miq, ka bërë një video dhe na i ka dërguar në redaksinë e emisionit Pa Gjurmë, gjithë me shpresën për t'i gjetur familjen apo për ta ndihmuar. Kështu që regjia do më ndihmoj me këtë video që qytetarja denoncon në studion e emisionit Pa Gjurmë. Zonja Odeta, përshëndetje, kam një zonjë këtu në qytetin e Elbasanit, edhe unë po këtu jetoj, edhe kërkoj nga ana jote që zonjës t'i gjendet një vend, edhe ta strehoni ju të lutem shumë dhe të përgjërojmë për këtë zonjë, dhe unë po e pyes vetë të lutem, nene, ti kërkon të rëstrehoj kjo, kërkon ndihmën e kësaj, zonjë? Po, jam shumë e qartë që ajo të më bajtë nderë, jam shumë e qartë. Okej, presë ndihmën tënde, edhe zonja ashtu në qytetin e Elbasanit, si ke emrin ti? Nadire Gjiptiu. Si? Gjiptiu. Kiptiu. Kiptiu. Po, Nadire Kiptiu. Zonja quhet Nadire Kiptiu. Videoja që pikërisht qytetarja Viola Plaku e ka dërguar në redaksinë e emisionit Pa Gjurmë dhe kërkon ndihmën tonë për të strehuar këtë zonjë, por nëse do të kishim ne në dorë gjithçka dhe realisht e them shpeshherë në zyrën time apo me stafin tim, nëse një ditë do të kisha një post drejtues, padyshim që shumë institucione duke nisur nga mosha e 3 dhe fëmijët e vegjël do të mbusheshin pikërisht me këta njerëz që denoncojnë dhe ndodhen në situatë rruge, por jo gjithçka varen nga dora e një gazetari. Ne bëjmë të pamundurën që të denoncojmë çdo video, çdo rast, çdo nën që vjen në këtë studio që kërkon ndihmë, ne kërkojmë që zëri i tyre të dëgjohet nëpërmjet
nëpërmjet ekranit të Report TV, por jo gjithçka është në dorën e një gazetarit. Fuqia e një gazetarit është këtu të denoncoj dhe të ndihmoj këta qytetarë nëpërmjet ekranit, dhe ne jemi live në ekranin e Report TV gjithnjë për të ndihmuar pikërisht këtë zonjë. Por qytetarja me emrin Viola Plaku nga Elbasani, unë e kam në këtë momente në një lidhje dhe dua më njëherë ta përshëndes. Viola, përshëndetje. Viola, më dëgjon? Po, të dëgjoj shumë mirë, përshëndetje. Unë të falenderoj që ti ke hasur në rrugën, në qytetin tënë, në Elbasan, një plak në situatë rrugë dhe me njerë ke nxirr telefonin, ke xhiruar, ke bërë një video dhe ne sapo e transmetuam videon e kësaj të moshuare. Mund të më tregosh konkretisht në çfarë vendi e ke takuar dhe nëse ke ndonjë detaj pse ka përfunduar në atë situatë? Atëherë dhe njërë, unë jam Viola Plaku, në Elbasani. Po? Edhe unë kam shumë ditë që dalë, se se normale që këtu jetojmë, dirën djali. Regjia të më ndihmoj me audio në studio. Po? Edhe unë e kam taku ke Kredoali, ku kalojmë të rruga të përditshme që kemi ne. Atë ditë e ka rënë shi, shumë shi i madh, edhe ajo është me stre, kupton, ajo Kredoali, aty ke dritare asaj. Edhe i thash me nëne, shne në këtë orë të vonë ti për jashta. Se sa ishte ora për afërsisht, Viola? Përdro? Sa ka qenë ora, kur ti e ke ndeshur të... Ka qenë ora të 9:30 të 10 pa inqere kështu. Po? Edhe i thash ne në këtë orë ti më nëne, edhe gruaja kishte siç man një çantë të madhe, me gjërat e rrobat e saja, edhe i thash mund të pyes dhe ajo ka shpërthyer në lot. Ka qenë era e parë që e kam pa, edhe nga ajo natë mu nuk më kam fjetur gjumë gjithë natën, dhe kam dalë ditën tjetër, e kam kërku, sepse zonja ka disa destinacione qëri, disa vende, qërisë edhe nuk e lera, dhe i gjujnë kalamajt me gura, këto të kioskave e përzejnë, ju vjen në rëndë njerëzve, nga prania e zonjës, kur nënat e tyre i kanë të streuara në përshpia, gratë e tyre i kanë të streuara, ku një grua ende të rrugëve, unë jam me verbër, jam me kujdesari, edhe unë jam shumë e traumatizuar që kur e kam takuar atë njeri. Dhe tani dalë dhe e shoh në rrugë të ndryshme. Ke Pallati Sportit, ke përballë me Eshi Farmaci Roma, me turizmin. Pra, dashur Viola, mund të themi që kjo zonjë që nga ajo video që unë pashë mund të jetë rreth tek 70 vjeç, jo më shumë. Tur të gënjej për moshën, sepse unë e kam pyetur dhe i kam thënë kaq, ditën e fundi që e kam taku, para 2 ditësh, edhe i kam thënë, si ka mundësi që ke përfunduar në rrugë. Zonja ka pak probleme, trajtohet me kemp, edhe më ka kapur duar që imagjinoj Odeta një njeri pa la, pa ndëru, unë nuk pata merak, u dridha, më kapën emocionet e kam qenë të rënë të fikët të dorë të grus. Edhe tha, mu nëna ime tha, më ka lënë në rrugë të madhe. Nëna tha, sepse isha me probleme që fëmijë, më ka lënë në rrugë. Edhe kam vlla i im tha, ma qiti shtëpinë, edhe unë kam përfunduar në rrugë, kam vjetë tha që unë po ende në rrugëve. Zonja Odeta, unë kam mamin tim, kam një nënë, kam 70 vjeçe, jam dhe vetë nën, jam e verbër që poris një djalë, kam djalin 7 vjeç. Dhe me jetë ta kesh. Edhe nuk e di, sa keq është të faleminderit të kesh të shofish një grua rrugëve, edhe ziku të futem tha nga njerëzit, se nata, ju e dini, nata ka gjëra që natën, imagjinoj një grua, ne me ziporim në shtëpi kemi frikë. Me drejt zotit, unë po mos e kem bashorti, nuk kam frikë të ri. Ju imagjinoj në rrugë. E dashur Viola, padyshim që është e rrezikshme dhe e dhimbshme që një grua, gjithnjë bazohemi nga videoja që kemi parë, se moshën e saj nuk e dim, por ajo nuk mund të jetë më shumë se 70 vjeç, që ka përfunduar në atë situatë rruge, pas ka një histori të trisht që ti po marrëfen ditën e sotme, që besoj që prindrit i kanë vdekur, nëna dhe babaj, dhe i vllai ka shitur shtëpinë dhe e ka lënë motrën në mes të 4 rrugëve. Dhe kjo është dhimbja, drama më e madhe për këtë grua e cila të ka përmendur emrin, quhet Nadire Kiptiu, mos gaboj. Po, zonja Odeta, unë kam vetë 3 vëllezër dhe neve, unë jam rritur vetë invalide nga syt, mu kur s'më ka ndodhur, kemi asë vështirësi me gjëra, do me thënë, familjare që kemi patur, nuk kemi që në gjendje, me fukaralli kemi gjëra, po jo të përfundoje në rrugë, mos të duash fëmijën tënë sepse me probleme. Dhe unë ju bëj thirrje, shteti më zonja Odeta,
ku është teti? Ku janë këta njerëz? A kanë nëna? A kanë fëmijë? A ka shpirt këta njerëz? Se po na shkatrojnë maj. Do vi tani do kërkojnë votat. Por mos hyjmë çështjeve politike e dashur Viola. Ndërkohë duhet që shqiptarët të reagojnë më, të reagojnë. Dua të pyes, Nadir Kiptiu është po nga Elbasani? E ke pyetur nga cili vend është? Po nga Elbasani është. Është nga Elbasani. Unë uroj dhe shpresoj që institucionet në qytetin e Elbasanit të na ndjekin ditën e sotme për të marrë masa për këtë zonjë, për Nadiren, e cila prej një kohe të gjatë ka përfunduar në situatë rruge dhe kërkon ndihmë. E dashur Viola, të falenderoj nga zemra që ke bërë këtë gjest, ke folur me zonjën, ke bërë një video, e ke dërguar në emisionin Pa i Gjurmë. Kjo është një ndihmë e madhe që ti ke bërë për këtë zonjë dhe unë uroj që ditën e sotme kjo video të ketë një impakt dhe institucionet të marrin pikërisht masa për Nadire Kiptiun nga Elbasani, e cila ndoshta nuk ka familje, ndoshta vllai e ka braktisur dhe nuk interesohet më për to, por kushdo që mund të na ndjeki, që mund të ketë një kushërir dhe është interesuar të lidhet me redaksinë e emisionit Pa i Gjurmë. Dashur Viola, të përshëndes nga Tirana. Shumë faleminderit edhe inshallah Zoti qoftë me ta dhe ju bëft një vend, të gjendet një vend strehimi që dhe shpirti im të bjerë rahat, se kam një nën vetë si çdo njeri që ka në nën atë vend dorën në zemër. Dhe të falenderoj shumë, urime edhe për emisionin. Faleminderit e dashur Viola, faleminderit. Mirë, ky është denoncimi qytetares nga Elbasani, Viola, e cila kërkoi ndihmën e një të moshuare që i kishte gjetur në situatë rruge në lagjen ku ajo jetonte. Uroj dhe shpresoj që të merren masa për Nadire Kiptiun, e theksoi zonja nga Elbasani, e cila sipas Violës është dëbuar nga banesa, nga vllai i saj dhe shtëpina i e ka shitur dhe është larguar, dyshohet, dhe zonja Nadire ka përfunduar në situatë rruge prej një kohe shumë të gjatë. Kështu që uroj që institucionet në qytetin e Elbasanit të na ndjekin dhe të marrin masa për Nadiren. Mirë, do të vazhdojmë në këtë momente me historinë e Bastirit, një 30 vjeçar nga Tirana, që nëna e tij ndodhet me mua në studio, është zonja Merita, e cila u mbush me lot teksa pa foton e të birit, që prej datës 5 mars ajo nuk i ka dëgjuar zërin dhe ka frikë se ndoshta diçka e keqe mund të ketë ndodhur me djalin e saj. Por kush është historia e Kastriot Bastrit? Ne do ndjekim një skec të shkurtër që kemi përgatitur për 30 vjeçarin nga Tirana dhe rikthehemi. Shkoi në shtetin gjerman për të punuar. Vetëm 4 muaj më pas, i ri humbet kontaktet me familjen. Bëhet fjalë për Kastriot Bastrin, i cili u largua dhjetorin e kaluar për të filluar një jetesë të re në Hanover të Gjermanisë. Kastriot Bastri jetonte i vetëm, kontaktet me familjen i kishte të rregullta dhe punonte në një servis makinash. Ishte mëngjesi datës 5 mars, hera e fundit kur 30 vjeçari kontaktoi me familjarët e tij dhe që nga ajo ditë ata i humbën kontaktet me të. Nga kërkimet që Martini, vllai i tij, ka bërë, mori vesh se 30 vjeçari para 2 javësh ka marrë një pagesë prej 250 eurosh nga pronari i servisit dhe më pas është larguar nga puna, që atëherë atë nuk e ka parë më askush. Dyshimet e familjarëve janë se i riu mund të ketë pasur një situatë stresuese dhe si pasojë është larguar, pasi para disa kohësh i ndodhi e njëjta gjë. Prej më shumë se 10 ditëve familjarët janë ende në kërkim, por fatkeqësisht ende nuk e dinë se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. E dashur Merita, e di që je shumë e shqetësuar se jam vetë nën dhe të kuptoj më së miri në këtë drejtim. Por dua të pyes, ndalemi te dhjetori i vitit që lan pas. Djali u nis për herë të parë në Gjermani, ishte hera e parë që shkonte në Gjermani? Jo, ishte hera e tretë. Kishte qenë dhe disa herë të tjera. Në çfarë vendi të Gjermanisë u vendos konkretisht? Në Hanover, atje ka... Në Hanover. Në Hanover. Kur ai u nis dhjetorin e vitit 2024 deri Gjermanisë në Hanover, kishte një destinacion, e priste kush me kë jetonte, prandaj po të pyes. Ka qenë kjo ajo puna dhe më përpara. Çfarë pune ka bërë konkretisht? Ky vetëm ke lyrjet e makinave. Në një servis ka punuar. Por në banesë... Po në banesën e atit i kishte lënë dhe një dhomë. Ishte mirë. Ishte pronari, ishte shtetas nuk e di çfarë. Gjerman apo le të themi shqiptar nga Kosova që punsojnë shumë shqiptar në Gjermani? Nuk e di. Këtë nuk e di çfarë ishte. Nuk e informacion. Por ti më tregove që djali kishte probleme. Ishte probleme. Mund të pyes çfarë ka ndodhur në jetën e Kastriotit që kishte patur këto probleme? Çfarë i ka ndodhur në jetë? Në jetë, mase që u shëntar nga gruaja, edhe ja dha goditje me njerë.
Kjo ka ndodhur para sa vitesh? Para 4 vite. Para 4 viteve. Ndërkohë, ai është ndarë nga bashortja, ka fëmijë? Jo, nuk ka fëmijë. Njeti 4 vjet ajo me atë. Ky pas nuk e di, se si ka ardhur djalit nuk e di. Pas divorcit, le të themi e përjetoi ndarjen në gruan? Shumë. Mu smur djali keq, e mora e shtrova në spital, i mora mjekime, mu bo mirë. Mas 3 vjetëve pastaj, iku në Gjermani, punoj. Sa doktori është mirë, e ndoqa me një doktor, është mirë, mase... E kaloja, po, e kaloja. Atë vështirësi, le të themi me shëndetin e ti mendor po, në atë periudhë. Po, por ai shkoi në Gjermani dhe ka qenë i rregullt me telefonata. Shumë i rregullt, më merrte 2 herë në ditë. Sa do lente punën do më merrte, edhe kur gatunte më tregonte. Ai shkonte me 3 muaj dhe vinte nga Gjermania? Po. Dhe era e fundit, kur u nis në dhjetor, ndalemi te dhjetori i vitit kaluar, ai kur u nis, ti si nën kishe kuptuar që ndoshta kishte filluar sërish ato shqetësime? Jo, ishte shumë mirë, ishte shumë mirë. Nuk e di. Kur djali kishte shqetësime, çfarë shprente që ju e kuptuat që ishte i sëmur dhe e quat me njëherë në spital? U bë shumë keq, se as hante as pinte e kalovi. Ishte shumë keq. Me shtrova në spital. U bë mirë, e majta me mjekime në shtëpi, u bë mirë, fillovi punë këtu. S'ka nevojë, tha doktori, më për ilaçe, nuk e di. Por në momentin që ai vajti në Gjermani dhe u vendos në Hanover të Gjermanisë, ti po më tregon që kontaktet i ka pasur të rregullta me ju. Çfarë ju ka treguar? Do të thënë nga dhjetori deri në datën 5 mars që humbe kontaktet. Më ka thënë ky pronari këtu, tha, që unë do të bëj dokumentat. Këtë më ka thënë. Të kishte shprehur ndonjë shqetësim? Jo, fare. Shqetësim që ishte mërzit, me ndonjë vend pune? Po vetëm këtë më kanë treguar që ai bëri u zi për punë, unë zethan edhe hiku nga puna. Kush na tregoi këtë episod? Na tregoi një person tjetër. Shqiptar? Po, shqiptar. Pra, le të themi që djali juaj Kastrioti ka patur dhe miq dhe shok shqiptar aty. E ka patur shumë larg këtë person, por shkovi ke kjo puna edhe i tregovi... Dhe u interesua për djalin. I tregovi kë... Pronari. Dhe konkretisht, mund ma tregosh çfarë i ka thënë pronari? I ka thënë këtë histori që bëri debate me të punëtorin, unë më kërkovi lek, i dhash 250.000 lek, edhe ka hikur, që ato dite se kemi parë, duhet me i mjafto familjarët. Por, a kështë shfaqur probleme dhe pronari kështë kuptuar? Po, e kështë kuptuar pronari që nuk ishte mirë. Që kote fundi kështë shfaqur probleme. Dhe kur themi kështë shfaqur probleme, çfarë probleme? A i bëhet shumë keq, edhe kur smuret a i nuk flet, nuk ragon. Edhe çuni e kuptovi me njerë, nuk ragon. Nuk e di se si e ka kap telefonin që e ka marrë djalin në 7 mëngjesit. Nuk e di. Por në momentin që ka marrë këto para nga pronari ti, Gjerman, që punonte në një servis në Hanover, e dashur Merita, a i flinte aty, kishte edhe një dhomë? Po, i kishte dhënë dhe një dhomë, atje gatunte, atje hante, atje flinte, po. Jetonte. I thash, ke shok shqiptar, jo, tha, ka hikur njëri, nuk i pëlqeu puna, tha, iku, kurse unë dori, tha. Jetonte i vetëm? Po. Por në momenti që është zënë me shokun e ti dhe është larguar, ka marrë me vete pasaport, gjëra nga... Këtë nuk e di. Nuk keni mundur do të lidheni vetë me pronarin Gjerman për ta pyetur për djalin? Biles ato na thanë, mos na tregoni dhe vendin ku e ka, pa unë e ka marrë, do ta tregoj vendin se unë du djalin që më intereson fare punati. Mos të tregoni? Mos tregoni se punon gjoja kështu... Në të zezë? Në të zezë. Aman sa mos e tregoni vendin. E qartë, e kuptoj. Unë dua tani fëmin, a i duhet ma gjej fëmin mua, se fëmija nuk hiku kot atje, sa mi a i të dhomë, atje jeton të fëmija. Si tani thot që mos, a i duhet ma gjej djalin. Do shta ti e lënduar e mërzitur, por do shta dhe në këtë mes pronari nuk ka faj për largimin e djalit nga puna. A i ka ko që ma man djalin. Unë e kuptoj, a ish një shtetas Gjerman që mba në të zezë 2 shqiptar në... Jeton shqiptar i iku. Unë i tjetër. E unë i djallit, këtë me jo, mami iku, qevi puna iku, vetëm jam me 4 veta me qërka. Sigurisht se janë në vëndin e tyre, djalin tuaj e kam bajtur në të zezë dhe prandaj ka thonë që mos e bëni publike, mediatike, mos denonconi në polici Gjermani, sepse më bëni dëm mua si kompani. Besoj që kjo ka qenë qëllim. Se aji ma ka maj djalin, nuk e edhe që nuk ma ka maj djalin, se aji ma ka maj djalin, ka kohë djali që punon atje, nuk e di se si i ndodhi kjo. Sa i po t'ishte fare, nuk më merte në telefon djali, që t'merte 2 herë në ditë, merte edhe vajnë dhe mua.
Sa shpejt u smur djali. Por ju nuk keni mundur do të zbuloni që Jo, asnjë ditën që ai gjë. ka ikur, a ka shkuar në dhomën e vet, ka marrë pasaportën, sendet e tij Mua më ka personale. thënë që qova një person atje, ai e kishte sqaruar që i tha, bëri debate me këtë person, më kërkoi 250.000 lekë dhe nuk ka ardhur më. Ka qenë shumë I ka marrë të gjitha paratë e veta që Nuk ishte e punë. di fare, për këtë nuk e di. Por debati për çfarë kishte lindur? Për pune që o bëje ti, o bëje ta bëj unë, nuk e di, për këtë janë si. Nuk e di fare. Ndërkohë, ju nuk e keni do të mundësin të udhëtoni drejt Hanoverit për të shkuar në vendin e punës ku ka humbur djali juaj për të bërë interesime. Edhe shkoj, po thash të vi njërë këtu. Jo, bëre shumë mirë Të vi që njerë erdhe këtu, në këtë thash. transmetim, sepse besoj që djali juaj prej një kohë të gjatë që ka qenë 3 herë në shtetin Gjerman, 3 herë në Hanover, shumë shqiptar jetojnë në Hanover. Si djali juaj ka plot të rinj që punojnë në të zezë në Gjermani. Diskutohet. Dhe dikush mund ta njohë dhe mund të na ndihmojë me informacione, sepse ky është qëllimi i një transmetimi live që ne të marrim informacione. Por më lejo në këto momente dashur Merita që regjia të japi pasaportën e Kastriot Bastirit, Bastriu. Më korrigjo. E ka Bastri. Bastri. E ka qoni. E ka në pasaport, por ju e keni Bastriu. Djali e ka Bastri. Bastri. Kastriot Bastri, një 30 vjeçar nga Tirana, dashur miq, edhe që nga ylli i bukur. Aman, më aman. Inshallah më gjinde djali, sa më shpejt. Nuk e di. Nuk e di, o zoti madh, o zoti madh. Nuk e di. Po kë nuk kam parandjenje të keqe, them se djali do më gjindet. Nuk e di. Ndoshta për shkak të problemeve të shëndetit tim mendor, mund të jetë larguar dhe mund të ndodhë në një situatë rrugë jo fort të mirë, por ndoshta edhe personi që ai është zënë mos ka bërë ndonjë denoncim në polici, e keni menduar këtë gjë dhe nuk e kam menduar fare se mua buri më ka vdekur, vetëm një djalë kam këtu edhe kush do ma kërkoj. E qartë, je vetme. Jam e vetme. Kush do ma kërkoj, po të kisha burin gjallë se do ta kërkoj. Ku të shkoj? Por unë uroj dhe shpresoj që ditën e sotme të ndiqemi nga emigrantët në Gjermani, kushdo që e ka njohur Kastriot Bastrin, këtë 30 vjeçar nga Tirana, i cili ka humbur çdo kontakti me familjarët e tij, me nënën dhe me vllajin këtu në Tiranë, në 5 mars, prap vetëm përpara disa ditëve, nga Hanoveri i Gjermanisë dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Kushdo që ka informacion është i lutur, qoftë anonim të lidhet me studion e emisionit Pa Gjurmë, ju i dini numrat tanë, ne kemi 2 numra në dispozicion dashur miq, numër fiks dhe numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të na shkruani edhe në faqen tonë të Facebookut Pa Gjurmë Report TV. E dashur Merita, telefonata e fundit ka ndodhur në orën 7 të mëngjesit në 5 mars. Një ditë përpara ti kishe folur. Ka qenë ditë e premte, po kisha fol. Çfarë të thatë ty në telefonat? Nuk më tha asnjë gjë, ishte mirë. Nuk më ka thënë asnjë gjë. Biseda normale që bën një nën me një djalë që është në emigracion. Shumë normale, biles po lose se ka çuni 2 goca, i do shumë. Edhe loste me gocat, po. Nuk e di. Nuk e di se si më erdhi djalit, nuk e di. Pra, ai të telefonoi ty për herë të fundit në 4 mars, në pasditën e 4 marsit. Sa kishte lënë punën? Sa kishte lënë punën? Po gatunte. Por sherri kur ka ndodhur? Ditën tjetër? Për këtë nuk e di. Për këtë nuk e di, se po t'ishte një ditë para, mua çuni do më thonte. Nuk e di, për këtë nuk e di. Pra, nuk ka shfaqur ai probleme që Jo. kishte në vendin e punës. Jo. Por ndërkohë, ditën tjetër, pra në 5 mars, që është dhe kontakti i fundit, ai ka telefonuar të vllajin e tij në orën 7 të mëngjesit. Në 7 të mëngjesit, e kuptovi djali. I tha, "Çake, pse more në këto? Si jeni ju? Kaq këtë fjalë." O Kastrioti tha, "Ku je?" Ky nuk kipte përgjigje, vetëm një zhurmë makinash një gjonte. Që mund të qenë në rrugë. Po, i tha, "Je i shoqëruar?" Ma jep atë presionin që nuk fliste fare, nuk reagonte djali. Nuk e di. E mbante telefonin hapur dhe nuk fliste. I fliste i vllai, ai nuk kipte përgjigje. Nuk e di. Por më pas ju i ra telefonit? Më mrapa jo. E fiku? E fiku. Telefoni ti rezultoi fikur. Pas sa orësh le të themi nga telefonatu fik telefoni? Për na 10 minuta më duket, e la hap 10 minuta, vetëm fol, çuni vetëm fol, ai sipte përgjigje fare. Sipte përgjigje fare. Pra, i vllai ka folur 10 minuta në telefon me Nuk i Kastriotin. përgjigje, vetëm hap, pastaj ne e mylli djali. Dhe nga kjo situatë ti menjëherë mendon çfarë ka ndodhur përpara 4 viteve. Që djali mund të ketë shfaqur probleme. Nuk e di. Siç ka thënë ai pronari, unë nuk e di. Tha, biles duhet të lamërojmë familjarët, kishte thënë ai. Dhe ju erdhi njoftimi. Por fatkeqësisht djali juaj ka qenë disa herë në shtetin gjerman, ka punuar në Hanover. Ka punuar në këtë vend.
Në të njëjtin vend pune. Me këtë vend Por ju të asnjë punuar. nuk e ditur emrat e shokëve të djalit. Jo. Jo. Nga që na merrte për ditë në telefon, nuk na shkonte me. Unë e merrsha shumë shpesh, edhe ai më merrte. Nuk e di. Por nëpërmjet rrjeteve sociale, ndoshta i vllai Po. është munduar nëpërmjet rrjeteve sociale, Jemi munduar. Po. flasin Facebook, çfarë mund ketë patur ai llogari në rrjete sociale. Nuk ishte shok për momentin që ne të flasim, nuk na flet njëri gjë. Nuk e dim fare. Jo, në internet jeni futur për ta kontrolluar djalin, Nuk e di çka ka bërë djali. Nuk e di. por jam e sigurt që s'ka gjetur gjë, se po të gjente diçka do t'i njoftonte dhe ti nuk do ishe logjikisht me mua në këtë studio. Regjia vazhdimisht po jep fotot e Kastriot Bastrit, dashur miq, i cili fatkeqësisht ka 3 javë që ka fikur telefonin dhe ka humbur çdo lloj kontakti me familjarët. Nëna e tij, zonja Merita, që ndodhet me mua në studio, gjithë merakun më të madh ka se ndoshta për shkak të problemeve të shëndetit mendor, i biri mund të jetë në situatë rruge. E dashur Merita, ajo që ne do bëjmë është të lidhemi me ambasadën tonë në Gjermani, ndoshta mund të jetë ndaluar nga policia për shkak të problemeve të shëndetit mendor, mund të ketë bërë ndonjë veprim të pahishëm në atë vend. Flas nga eksperienca me shumë histori që unë kam trajtuar në studion e emisionit Pa Gjurmë dhe fatkeqësisht shumë të rinj të cilët largohen për një vend pune më të mirë. Nuk e di, të them që është i ke gjajtë të pisësh në lagje djali më i mirë. Nuk ishte se ishte nevrik që të zihesh. Se për këta nuk e di. Absolutisht që të besoj. Flas nëse ai ka probleme të shëndetit mendor, është i pavedishëm për problemet që mund sjellje që mund të bëj, padyshim dhe mund të sjelli probleme në vendin ku jeton. Dhe ndoshta qytetar kanë njoftuar policinë dhe ai mund të ndaluar nga policia, është identifikuar, është mësuar që për këtë nuk e di çfarë të them. është shqiptar dhe mund të arrijë atë desojnë. Të them nga eksperienca, sepse shumë të rinj që janë larguar fatkeqësisht nga Shqipëria drejt vendeve të Europës, të Bashkimit Evropian për gjetur një vend pune për një jetë më të mirë, emigracioni nuk u ka shkuar mirë dhe kanë përfunduar dhe në situatë rruge. Dhe kjo nuk është historia e parë dhe uroj të jetë e fundit, por çdo jetë e fundit që trajtoj në studion e emisionit Pa Gjurmë. Por ndërkohë ju një denoncim në polici këtu në Tiranë e keni bërë? E kemi bërë. Sepse edhe policia E jonë kemi bërë. lidhe direkt E me... kemi bërë edhe atje. Ku atje, në Gjermani? Kush e ka bërë E denoncimin? ka bërë një kushëri i burit. E ka bërë po në Hanover, ka marrë përgjigje? Nuk ka marrë asnjë lloj përgjigje. Atëherë nuk mund të jetë i ndaluar nga policia, se përderisa e keni bërë denoncimin në policinë e Hanover, Nuk e di. Për këtë më Dhe nëse ai do thanë ishte- është në spital, nuk e di. po, Nuk e di për këtë. mund të ketë përfunduar dhe në spital. Rëndësishme është që ju ta Vetëm gjeni ta di se ku është. dhe je gatshme të shkosh ta marrësh. Vetëm ta di ku është. Nuk e di. Dhe të besoj që meraku është i madh për Shumë. djalin tënd Kastriotin. Unë uroj dhe shpresoj që të arrim në gjurmët e tij. Jam i sigurt që emigrantët të cilët po na ndjekin apo mund të na ndjekin në momenti që emisioni jon kalon në kanalin tonë në YouTube në Report TV, na kontaktojnë. Ta uroj me zemër e dashur Merita që të arrim në gjurmët e tij. O Zot, ku është ky Zoti që më ndihmoj? Nuk e di. Nuk e di çfarë të them. Inshallah o Zot. Nuk e di çfarë të them. Dhe dua që të përcjellësh një mesazh ditën e sotme. Ndoshta për shqiptarët, ata që mund na ndihmojnë për informacione, por ndoshta edhe djali juaj mund të na ndjeki. Aman o Zot, vetëm të ma gjenë djalin. Aman o Zot, aman. Më ndihmojnë o Zot, më ndihmojnë. Nuk di që të them tjetër. Më ndihmojnë për djalin. Nuk e di që. Inshallah ma gjenë djalin, nuk e di. O Zot i madh. Më thej që nuk kam një parandjen të keqe. Parandjenit të keqe nuk kam. Them se do t'a gjej djalin. Nuk e di. Shpirti më thot që do t'a gjej djalin. Vetëm t'a di ku është se unë iki. Iki vetë. Vetëm t'a di ku më është fëmia. Ne e prezentuam sot për herë të parë historinë e Kastriot Bastrit, ti 30 vjeçar nga Tirana, që fatkeqësisht ka humbur kontaktet me familjen e tij në mëngjesin e 5 marsit nga Hanoveri i Gjermanisë. Ka telefonuar të vllajën e tij
nuk ka folur dhe pse 10 minuta ka mbajtur telefonin hapur, i vllai i ka folur, por ai nuk ka reaguar dhe pas 10 minutave telefoni i 30 vjeçarit kastriotit është fikur dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Kushdo që e njeh kastriotin, kushdo që mund të ketë informacion, mendoj që ai ka bërë një sherr në vendin e punës, një ditë përpara se të humbte kontaktet me familjen, ku është larguar nga vendi punës, i ka kërkuar pronarit të tij shtetas gjerman disa të holla, ka marrë ato para dhe drejtimi vazhdon të ngelet ende i paditur, por gjithnjë dyshoj se ai mund të jetë brenda Hanovrit dhe nuk mund të jetë larguar në një qytet tjetër apo ndoshta edhe në një shtet tjetër. Jo, atje në Hanover. Në Hanover se e pyetshim neve. Atje vetëm ka ajo puna ka punuar edhe besoj se atje e njohin. Them se mund ta njohin sepse ka bënte pazarin dhe ke supermarketet. Them se do ta njoh. Dhe nuk ishte hera e parë, jo, ai ka qenë dhe herë të tjera. Por ajo që e bën akoma më delikate këtë histori është shëndeti i tij mendor. Kjo më vret, nuk e di. Ne nuk e dim në çfarë situate dhe në çfarë gjendje mund të. Vetëm ta di ku është. Vetëm ta di se ku është. Uroj që gjendja e tij mos të jetë përkeqësuar shumë. Nuk e di, për këtë nuk e di. Nëse vetë kastrioti do të ndishte, do doje ditën e sotme t'i përcjellë një mesazh djalit tënd? Ai nuk rinte pa mua. Nuk rinte pa mua, më merrte 2 herë në ditë në telefon, nuk e besoj që ta bëja ai këtë që mos më marrin telefon. Ai ka pasur pikë të dobët, e besoj këtë gjë. Unë nuk e besoj që djali im që mos më merrte 2 herë në ditë në telefon. Diçka i ka ndodhur, që ai nuk telefonon më. Vetëm. Dhe ajo që dyshoni ju dhe ajo që keni kuptuar është se ai janë shfaqur probleme shëndetit mendor dhe mund të jetë i pavedishëm. Për këtë. Por nëse djali do të shikonte, ti çfarë do i thuash nga studio e emisionit Pa Gjurmë? Unë do t'i them të më vi një orë më përpara, djali. Nuk thua asgjë. Të më vi djalin, nuk e di. Unë po se gjeta djalin do t'i bëj do i qo vetes. Jo, të lutem. Unë po se gjeta djalin, unë nuk e du jetën, mos, nuk e di. Unë e kuptoj që është dhimbje shumë e madhe të unë pasësh fëmijë. Nuk e di. Por që ne do kërkojmë. Ti ke bërë denoncim në polici, ne do i drejtojmë edhe... Ka bërë djali denoncim, ka bërë. Po, e keni bërë denoncimi dhe në Shqipëri, edhe në Hanover, në Gjermani, ne do i drejtojmë i ambasadës tonë. Pa tjetër që do bëjmë gjithë shka për të arritur në gjurmë të ti, por kjo nuk do të thotë që ti të mendosh kështu. E di që. E dashu Merita, ne e prezentua, mund të premtoj që dhe në ditët në vijim do ja pasaportën e djalit tuaj, çdo informacion që do vi, ne do jemi në kontakt dhe të uroj ta kthesh sa më shpejt në shtëpi, se ndoshta ai ka nevojë të jetë pranë jush. O Zot, vetëm të më vi djali. Vetëm të më vi djali, nuk do asgjë tjetër. Ta uroj me zemër. O Zot i madh, shumë faleminderit. Mirë, të dashur miq, ka ardhur momenti të kalojmë në reklama, do rikthehemi sërish bashkë në pjesën e dytë për të vazhduar me një tjetër histori. Do të jemi në kërkim të 23 vjeçarit Emra Liço, i cili dhe ai ka humbur kontaktet me familjen nga Zvicra. Kalojmë në reklama dhe rikthehemi sërish bashkë. Mirë, jemi rikthyer në studio dashur miq për të vazhduar misionin ton me një tjetër histori, me një tjetër të ri që ka humbur kontaktet me familjen e tij. Por para se të kaloj te historia e Emra Liços, 23 vjeçarit nga Berati, i cili ka humbur kontaktet me familjen nga Zvicra marsin e vitit 2023, janë mbushur plot 2 vite që familja nuk i ka dëgjuar zërin dhe nuk ka as informacion. Dua të them dhe të falenderoj njëkohësisht disa të rinj shqiptar që jetojnë në Hanover, të cilët ishin duke na ndjekur në këtë transmetim live dhe janë të gatshëm të bëjnë kërkime për Kastriot Bastrin, 30 vjeçarin që ka humbur kontaktet përpara disa ditëve. Edhe një regjia të më nxjerri pasaportën e Kastriot Bastrit, 30 vjeçarit nga kryeqyteti që fatkeqësisht ka humbur kontaktet me familjen e tij mëngjesin e 5 marsit përpara disa jave, më saktë përpara 3 jave, ku ai në orën 7 të mëngjesit ka telefonuar të vllajin dhe i vllai ka arritur të kuptoj nga ajo telefonat e gjatë 10 minuta se vllai i tij kishte shfaqur probleme të shëndetit mendor dhe ishte i pavedishëm. Ai nuk ka reaguar dhe nuk ka folur në atë telefonat dhe pse e ka pyetur i vllai Kastriotin se ku ndodhej dhe çfarë i kishte ndodhur, por ai nuk i ka dhënë asnjë përgjigje, vetëm i ka pyetur se si jeni me shëndet. Nëna e tij, e cila Merita Bastriu ishte përpara në pjesën e parë me mua, lotoi dhe kërkoi ndihmën e gjithë emigrantëve për të gjetur djalin e saj, pasi Kastrioti fatkeqësisht përpara 4 viteve
kishte shfaqur problemet shëndetit mendor pas divorcit. Edhe pse ishte mjekuar dhe gjendja e tij ishte e mirë sipas nënës, kishte emigruar drejt Gjermanisë për të punuar, por fatkeqësisht humbi kontakte. Dua të falenderoj të rinjt shqiptar, të cilët janë të gatshëm të bëjnë kërkime në Hanover dhe të pyesin për Kastriot Bastrin, dhe ne urojmë me zemër që të gjendet ky 30 vjeçar dhe të kthehet sa më shpejt pranë familjes së tij. Mirë, do të vazhdojmë në këto momente me historinë e 23 vjeçarit Emra Liço, që regjia do më ndihmoj me foton e Emrajit nga Berati, i cili fatkeqësisht edhe ai humbi kontaktet me familjen mars 2023 nga Zvicra, nga Gjeneva e Zvicrës. Është motra e tij Klea Liço, e cila e ka bërë denoncimin në redaksinë e emisionit Pa Gjurmë, dhe ditën e sotme do të jetë me mua për të na treguar detajet si ka humbur kontaktet me vllajin e saj, dhe gjithnjë me shpresën që mund të marrin ndonjë lajm, ndonjë informacion. Por kush është historia e të riut nga Berati, ndjekim të sketë që ne kemi përgatitur dhe rikthehemi. Emra Liço është 23 vjeçari i cili rezulton i zhdukur për familjen e tij që prej vitit 2023, ndërsa kontaktin e fundit e ka patur nga Zvicra. I riu ka emigruar drejt Zvicrës, konkretisht në Gjeneva, që prej vitit 2020, ku jetonte me një shok, por familjarët kurrë nuk mundën ta mësojnë identitetin e këtij të fundit. Kontaktet me familjen i kishte të rregullta, ndërsa kohët e fundit Emra ishte shprehur se ndjej mërzitur pasi ishte i papunë. Ishte muaji mars kur për herë të fundit 23 vjeçari shkruajti të motrës me telefonin e një shoku të tij, ndërsa i pohoi se do ta telefononte vetë pas disa ditësh, pasi për momentin nuk kishte telefon. Pas këtij mesazhi, familja Liço nga Berati nuk mësoi më asgjë në lidhje me fatin e të riut. Fatkeqësisht, telefoni i të motrës, Kleas, është prishur dhe numri me të cilin Emra ka shkruar herën e fundit, ajo nuk e ruan më. Pas pak kohësh, familjarët kanë bërë denoncim edhe në policinë e Beratit, por pa rezultat deri më tani. Të shqetësuar, familjarët janë në kërkim të riut, fati i të cilit ka mbetur mister që prej momentit me të cilin kanë shkëputur çdo lloj kontakti. Kjo është historia e Emra Liços, kështu ai ka humbur çdo lloj kontakti me familjen, dhe unë këto momente dua të përshëndes motrën e tij, Klea Liço. Klea, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje. Mua më vjen shumë keq që ke humbur kontaktet me vllajin, jemi të dyja së bashku në këtë lidhje direkte, pasi ju jetoni jashtë Shqipërisë dhe e pamundur për të qenë fizikisht në studion e emisionit Pa Gjurmë, por është e njëjta gjë, ma beso, dhe dua të pyes, si ke humbur ti kontaktet me vllajin? Ka qenë marsi i vitit 2023, që i bie fiks përpara 2 viteve. Po, përpara 2 vitesh, në 2023-shin, ka qenë mars. Më mori në telefon, jetonte me një shok në shtëpi, po nuk e di se kush nga ishte, se më falni, po. Të kuptoj, të mirë kuptoj, për shkak dhe të emocioneve dhe dhimbjes që përjeton për humbjen e vllajt, është e kuptueshme. Një motër e cila kërkon ditën e sotme ndihmën e teleshikuesve të Report TV për të gjetur të vllajin e saj, 23 vjeçar me emrin Emra Liço, i cili ka humbur kontaktet prej marsit të vitit 2023 nga Gjeneva e Zvicrës. Ndërkohë që motra Klea po na tregonte që ai ka jetuar me një tjetër shqiptar në Gjenevë. E dashur Klea, nuk e di, je mirë tani? Po, mirë. Në telefonatën e fundit, çfarë të ka shprehur vllai, çfarë të ka treguar, nëse ti kujton diçka? Thjesht ishte i mërzitur që ishte pa punë. Këtë, po gjë tjetër, në një problem, nuk është se më tha. Sa kohë kishte ai që jetonte në Zvicër, sepse ai sot është 23 vjeç, dhe kur ka humbur kontaktet... Ka ikur me fjalë është larguar që në vitin 2020. Pra, i bie përpara 5 viteve. Përpara 5 vitesh, po. Ka qenë shumë i vogël. 18 vjeç kur është larguar. 18 vjeç, po. Ai është larguar drejt Zvicrës dhe jetonte në Gjenevë të Zvicrës. Po. Por a kishte punuar? Me çfarë merresh vllai juaj në këto 5 vite? Me thënë të drejtën nuk e kam iden, po ku ti dilte besoj se punonte. Ndoshta të pyes pa të vënë në siklet, kur përmendim të shtetë Zvicër, të gjithë mendja na shkon për keq. Shumë shqiptar, duam apo s'duam, kur shkojnë në këtë vend, merren me trafikimin e lëndëve narkotike dhe përfundojnë pas sekurave.
E kuptoj. Ju si motër, ndoshta ai nuk ju ka treguar për punën që bënte, sepse një 18 vjeçar të marri rrugët Ishte dhe tip që nuk hapeshe shumë. Ju si motër Ishte tip i mbyllur. kishit dyshuar diçka? Jo, me thënë të drejtën jo. Telefonatat ka qenë të shpeshta në këto 5 vite me vllajin, apo ka qenë, le të themi, një ri harakat, le të themi, që nuk telefonon të shpesh në familje? Jo, telefonon të shpesh. Kur ishte e lim një fjalë, kur telefonon të. A i ka shkuar në Zvicër 18 vjeç. Besoj që largimi një 18 vjeçari në një vënd të huajt, të marri rrugët e kurbetit, dhe sidomos në mënyrë ilegale, ku nuk ka asnjë familjar askënd, dikush e ka mbështetur fillimisht. E vërteta është sepse kur u larguan ne nuk dinim asgjë. Pra ai kur është larguar, në momentin që mbriti atje, na ka telefonuar që tha jam larguar, erdha në Francë, se ne nuk dinim, nuk kishim ide. ju kishte treguar se me kë jetonte? Po, me një shok, po nuk e di, ishte kosovar. Pra vllai juaj ka qenë, le të themi, i strehuar në një shtëpi që jetonte me një shqiptar nga Kosova. Po. Por ai e tregoi ndonjëherë çfarë pune bënte, si punonte, si janë 5 vite. 5 vite të jetosh në një shtet, do të thotë të punosh që të hash dhe të jetosh. Me thënë të drejtën nuk e di ku punonte. Kur flisja unë kohët e fundit, se i thonë dhe 5 vjet nuk i thonë. Këto 2 vitet e fundit, me fjalë kur më telefonovi, ishte i pa punë, nuk e kam iden se ku punonte. Ishte i pa punë dhe ishte i mërzitur, më the. Po, ishte shumë i mërzitur. Marsi i vitit 2023. Ndërkohë ju e kanë fjalën për gjithë familjarët që jetojnë në Shqipëri. Kanë bërë një denoncim në policinë shqiptare? Po, kanë shkuar 2 herë dhe pa rezultat. Emra Liçon, çfarë dyshoni? Nuk e kam iden, po ne si familjar mendja për keq na vete, gjithmonë. Kur themi mendja ju shkon për keq, ndoshta është pasekurave, është ndaluar nga policia, është marrë në një punë të jashtëligjshme. Po, ndoshta pasekurave, është gjysma e së mirës të jetë pasekurave, po na vete mendja edhe për tek gjëra të këqija. Unë uroj mos ka ndodhur asgjë e keqe nga ato që në një gjë e keqe. Uroj mos ka ndodhur asgjë e keqe nga ato që ju mendoni. Ndoshta në nuhatjen time si gazetare, dyshoj që mund të jetë ndaluar, arrestuar nga policia dhe mund të ndodhet pasekurave. Por ndërkohë telefon gjysma e së keqe, inshallah, të jetë kështu. E besoj. Një familjar që ka një person të humbur e uron që ta gjej motrën, vllajin, djalin, vajzën, qoftë dhe pasekurave, vetëm të jetë shëndosh e mirë dhe e kuptoj atë që po më tregon në këto momente. Vetëm atë duam, asgjë tjetër. E dashur Klea, më lejo të jap edhe një herë të dhënat e vllajt tuaj në këtë transmetim, jemi live, gjithnjë me shpresën që mund të marrim ndonjë lajm, ndonjë informacion, ju keni bërë një denoncim vetëm në policinë e qytetit të Beratit, por jo në vendin ku ka humbur vllai. Jo. Nuk keni bërë një denoncim, po ndërkohë me ambasadën tonë, me Ministrinë e Jashtme jeni lidhur, ku më pas të lidheni me ambasadën tonë për të... Nuk jemi lidhur me ambasadën e Zvicrës. Ne do bëjmë të pamundurën që në orët në vijim të dërgojmë një email ambasadës tonë në Zvicrë për vllajin tuaj Emra Liçon, për të interesuar, për të marrë një përgjigje zyrtare nga ambasada jonë, gjithnjë nëpërmjet policisë aty në Gjenev, se ndoshta vllai juaj mund të ketë përfunduar pasekurave. Por regjia do m'japi pasaportën e të riut nga Berati, Emra Liço, i cili ka humbur kontaktet me familjen marsin e vitit 2023, plot 2 vite, dhe nuk dihet asgjë për fatin e tij, u bë thirrje gjithë shqiptarëve. Kush e njeh këtë të ri nga Berati, edhe pse motra Klea tregoi që ai banonte dhe jetonte me shqiptar nga Kosova, por jam e sigurt që shqiptarët bëhen me njëri tjetrin kudo që ndodhen në çdo cep të globit. Kështu që kushdo që e ka njohur Emra Liçon është i lutur, qoftë anonim të lidhet me studion e emisionit Pa Gjurmë, pasi figuroni humbur për familjen e tij përpara 2 viteve. Është larguar nga Shqipëria 18 vjeç dhe sot i bie të jetë 23 vjeç. E dashur, Klea, nëse ai ndodhet në burg,
mendojmë këto opcion që ndodhet në burg, do thot ai ka 2 vite i izoluar dhe ne nuk e dim me sa vite është dënuar dhe çfarë ka bërë në këtë vend në shtetin zvicerian. Këto janë thjesht dyshime, por uroj dhe shpresoj që ambasada jonë të na kthejë më njëherë përgjigje që në momenti që ne do i dërgojmë që ditën e sot me emailin. Mirë, Klea, do qëndrosh me mua, pasi më duhet të bëj një shkëputje në këto momente, e kam të detyrueshme të prezantoj një klip, bëhet fjalë për prostatolin dashurmish, është një suplement ushqimor i destinuar vetëm për popullatën e rritur mashkullore, e cila ndihmon në funksionimin dhe problemet e prostatës. Njihuni me prostatolin dhe rikthehemi sërish bashkë live. Mirë, jemi sërish bashkë live dhe ishim duke trajtuar historinë e 23 vjeçarit nga Berati me emrin Emral Liço, i cili ka humbur kontaktet me familjen e tij marsin e vitit 2023 nga Gjeneva e Zvicrës. Në lidhje direkte ka motrën e tij Klea Liço, e cila po më tregonte detajet për zhdukjen e vllajt. E dashur Klea, ne po shkojmë drejt fundit dhe unë të premtoj që ne pas programit do dërgojmë një email ambasadës tonë në Zvicër, uroj që vllai juaj të gjende sa më shpejt dhe ju t'i dëgjoni zërin, por dua ta mbyll me një mesazh që ti i drejtohesh gjithë miqve, shokëve të tij, por pse jo, edhe vllait nëse ai do të ndiqte. Po. Thjesht urojmë që të jetë mirë. Kaq. Të jetë mirë dhe të telefonoj, është e rëndësishme. Të dëgjosh zërin, apo dikush e di të vërtetën e vllait tuaj çfarë mund të ketë ndodhur, të marrë guximin, qoftë dhe anonim, të lidhet me redaksinë e emisionit Pa Gjurmë. E dashur Klea, ne do mbetemi bashkë në kontakt dhe do t'i njoftojmë për çdo informacion dhe do të vazhdojmë kërkimet tona edhe në ditët në vijim. Të falenderoj që të pata në këtë lidhje dhe të përshëndes. Faleminderit. Mirë, të dashur miq, me historinë e Emral Liços se kemi ardhur në fund edhe përmes ditën e sotme. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të programit dhe bashkë do ritakohemi sërish nesër live ora 16, vetëm këtu në ekranin e Report TV. Bashkë mirupafshim.